Kemi ardhur në Maliq dhe do nisemi drejt Kolanecit për të takuar babain e Martin Çeços, shtetasin Nevzat Çeço, për të marrë dhe nga ai versionin e tij, pas dënimit të 4 shtetasve nga gjykata e Korçës, të cilët janë dënuar në total me 83 vite burg, Edlir Molla, Valter Molla, Bledi Anxhu dhe Martina Pajollari. Cili është mendimi i Nevzat Çeços për dënimin nga gjykata, a është e zbardhur sipas tij kjo ngjarje dhe çfarë ka ai tjetër për të thënë në raport me vrasjen e djalit tij Martin Çeço dhe çfarë di ai ndonjë të re tjetër në raport me këtë ngjarje të ndodhur me datën 12 qershor të vitit 2022. Si duket? Si t'ka vllai? Je lodhur e mërzitur? Ne erdhëm për të pjesën që gjykata dha vendim për e more vesh që kanë dhënë vendim? Ty si të duk? Unë dua një avokat, e avokati i tha atë do dalin prapë të erë një katë të lartë. Pse? S'kam prova. Kë ke zënë avokat? Jo me ty ta kështu. Dhe shë dhije një avokat për dhe djali. Niku? Kush djalë s'donte? Niku. Po, gjykata ka thënë 83 vite dënim. 83, 25 Valter Molla, 20 i ke parë. Kam dëgjuar dhe dëshminë tënde që Kam thënë shokët kështu. që Që jam dënuar me sonë. Kam goxha shumë nga Maliqi, nga Korça. Policia më mori, me dhe këtu më mori, që nuk vinë. pse? Po nuk doja do të thej, Çfarë donin? ishin dhe policat që këshin sjellë. Vendimin. Jo, që këshin që ata të bugose që janë dhive dhe... Dhe çfarë donin ata? Në zatë të muajt dhe ka ta pyti prokurorë. Kur? Po ka go, tash ma janë ata, jo, tha nuk janë, tha ka ta pyetje, tha. Po psi kanë dënuar Nevzat atëherë? Se nëse s'janë ata, tani këto thonë i kanë me prova. Nuk ka prova ata, ku jem babosi një avokat, s'janë prova, këta do dalin prapë. Po Tina Pajollari, ti ke thënë që ka folur me Tina Pajollarin, apo jo? Jo, s'kam babosi. Jo, atë natë po flasim. Atë natë pra, atë natë. Po djali. Po policia çfarë thoshte? Çfarë donte këtu? Po tash i mameli karta një nuk vajta. S'ke qenë si po. Pasaj tha, qofse nuk vjetë të ballesh me ligjin. Pasaj meri më këne policisë, ma më bori shpojnë në gjukatë. Ata prita dhe shatin e dhejra. Ka më gjarri mua për ka valë, ka ta pire prokurorja. Thash, no janë ata, thash, unë jo, thash, thanë ata nuk janë. Kush ta? Ta policat. Policat apo? Policat, ta nuk janë atë, ka ta pyeti prokurorja. Se pyetja është që po ç'lidhje kanë policët më zoti Nevzat, Xhaxhi Nevzat, sepse policët nuk janë për, domethënë policët që të kanë shoqëruar ty nuk e dinë të vërtetën, e di prokuroria dhe gjyqtarja. Po të futin në dhomët bre këta më në... Të futën në sa gjyqi, di pe ata të arrestuar? Unë sa yra në pragu i derës edhe
më atë fikët atje. Këta mundojnë të fundin me zorë. U otha për ishin të qupë ka ishin ato. Ja parë si dhe të masaj, më fali më shme ata e kur, ata ishin bërë këshu. Me kokë ullur ato? Vetëm ajo kështë sytë nga dera. Ma mrafit me dhe, pasaj, ta dhe fundin me zorë, u otha për kora le se gjuna, tha mos e robin e shu, se nuk është puna me zorë, tha. Këtë që të soldi, po ta që të soldi të shanë të politë, mundo dhe i sëtë të në vidu në do. Pasaj i thanë atë prokurores edhe gjukatë se është, të qupë të këshin qenë atë. Kështu tha e nuk krynë, tha po së zuri sytë, po ta shkenim ligjin, tha jo që të bëjnë, tha, se gjuna, tha. Nëse mi zhëmë sytë policia, jura, benda pasaj më beri pyetje mua kjo prokuroria. Tha, me vla të deshe të vati nga rezervuar janë dhe këtej, tha shumë, po s'jam pyetje të më bërë, dhe shumë, me vla të lutën shumë, tha. Pytu për gjithë time, tha. Nëse se i fundim pasaj, në një orë mua pyetje, o gjatë pyetje. Të mbajtë një orë, no? Pasaj, u thënë policave, në qo se ndoron në vzati, tha, në të rinjë, qo se ndoron, tha, s'pasojnë më këtej, tha, ty teatra. Edhe në kjo, e me qupës. Kjo Miranda Pajollari. Tha, to sfarë të drejnë e vërdëm të vëkejtën. Po, unë s'kam shkollën, që lutem shumë, tha, jo s'ke shkollë, tha. Stuaj që di? Unë nuk të më punoj, tha. Nëse filloj kjo. Prokuroria, tha, djali, tha, e mori telefon, tha, qupën tënde, e mori, ti si, tha. Po ja i thash atë të keqen mamaja, tha, di që aljeru është, tha, dhe bëj blok, i bëri blok. Djali nuk e një të me. I thash unë, më falë thash 1 minutë me birë, thash. I thash atë prokurora, më falë 1 minutë me birë, thash unë. Një ndërhyve ti tani? E ndryra, në zata nuk t'jatë, tha, fjallë, tha. Qo se s'ma e t'jon të dalë për sadhës, thash unë, të lutëm. Jo, në vzat, jo, ta, ja, po, ta. Qa doje ti thoje në vzat? Ja, bashti. Kjo tha, i bëri blok djallit. Jo, ta, ja, po, ta, pa edhe në zata nuk ta prish, tha, po. Po ta, ja, pas ligjit, tha. Thash unë, këtën që kam përpara me birë, ashtë i vejnë shqelëm, thash me ta edhe më unë, thash unë, po kam respekt për ju me birë, thash. Kjo e pandero dashnore, kjo e me dashnore, e dashnore. Tha në vëzata që kjo dashnore, tha. Në ta tregoj gjatë fjalimit me birë, thash unë. Djali e mori në telefon, thash unë, qupën. E tha, më do t'i djali, tha, unë të dua, tha djali. Unë më ka përdunoj që më 30 vjeqë ajo, tha. E dëgjove... Më ka përdunoj që më 30 vjeqë i dashnori, tha. Kjo është ashtu që tha me dashnor. E dëgjove ti vetë këtë? Këtë e dëgjova djallën unë. E dëgjove Martinin që i thosht ajo? Në dhoma, i tha. Të, s'ka gjelar ka thonë të pranoj, tha. I tha Martini? I tha Martini, Pasaj filloj, ma bete kjo thash me birë, thash unë, me djallën, thash unë. Pasaj, zupa qandë kjo. Kush? Ema. Po qandë këto, tha që hapin lake qupës, tha i ka qupës, tha qupa teme, andej, po këtej, tha ti. Pasaj tha, avukat, tha. Tha, po ja, tha, avukat, i shfrimi tja. E këto shë që. Lavët e tja, dhe lavët e kësaj, tha, nuk përputhen, janë të kundër, tha. Avukat, tha. Të bërë dhe që të thoshe, tha. Gëtë këtë vikojnë mësë. S'folim më. Tha dhe pytik s'folim më. Ja ra lafën në grupët. Bampe. Pasaj tha policave, tha. Pyetrin e zatë, tha. Qo se do të rritë të gjoj, tha mirë, tha. Qo se do, tha. Ndërhyve më tje? Një nuk dyra më. S'postojnë me këtej, tha. Të vazhdoj me këtë zonjë, tha. Tha në policia më do të rritë të rritë të gjoj, tha shumë. Po bra pishman, tha. Filloj kjo prokuroria bampe të në zëraveshët, qashtoshtë, zëraveshët shumë, vetëm të rrinja, kështu ishte ngonja veshët shumë, që qafshin vera ata. Pasaj më roj, që edhe njerë pasaj, dërën ka po përse, se më dheki shanja i benja atje, e dilë të ajo, prokurorin në intervistë,
se ja t'i djalë nuk jenë tani të gjykit. Po ja thoshte ishe si pa mundur edhe nuk qef është. Se nuk më funë. Janë 2200 faqe. 2000, po vetëm i ke lexuar? Këto? Ë? Po si po një 70 i ka çupa, Po. Cila? karta. Cila nga çupat? Ajo Klarida Ah. të Tiranë. Ajo ka dhënë disa dëshmi dhe nëse e ke parë, ajo që është kryesore është kjo e datës 22 e Tinës, 22/6. Kjo Martina këtu, Takua. Martina, jo, s'ka gjë. Në dashur dinim atje. Ja, mos ka gjë. Ja, Pyetja është, ajo thot që kemi ardhur, thot, bënda si. s'ka gjë, dhe thot kemi ardhur, dhe më kanë thënë që e kanë marrë djalin brenda. Më thënë, kjo dëshmia që prokuroria thot është e provuar me Bledi Anxhën është që thot e kanë marrë djalin brenda. Makinat. E kanë marrë në shtëpi. Jo, në taku jo, e kam bi. Po tani Ta shi ku që ka këto vaka? Martina Pajollari. Jo bëri të qartë, pasi ripohon mjetin me të cilin janë nisur, thot, me një foristrat, marrjen e litarit të shtetasit Walter Molla nga karroceria e makinës e Walter Mollait, atë natë i kishte vënë bulesë të kuqe në pjesën e karrocerisë, pra përshkruan dhe në pjesën e foristradës. Përpara se të niseshin dhe ja u bëri të qartë se do shkonin Kolanec. Të vriste Martin Çeçon, shpjegon se Walter Mollaj devijoi rrugën që lidh fshatin Marian me fshatin Gjon Babas. Ku është Gjon Babasi? Gjon Babas. Gjon Babas, është dhe sipër rrugë të cilën ajo vete kishte përshkruar herë të tjera deri në Lekas. Ku është fshati Lekas? Ndej sipër. Dhe pjesën e përshkruante për herë të parë. Ajo tregon se rruga shtrihet përgjatë lumit dhe përshkruan objektet dhe sendet më konkrete të ngjarjes. Dhe aty këtu thot ndër të tjera se sipas asaj që i ka deklaruar Edlir dhe Walter Mollaj, kanë marrë Martinin në shtëpi. Kësaj dëshmie i thot i përforcon edhe Bledi Anxhu Bariu. Si kanë të firë, jo be taku, që neve në shpi. Jo. Është bërë akt ekspertimi dhe në dëshmin tjetër që është marrë, të shive si është, janë të nënvizuara gjitha. Në shef? Janë të gjitha ti paske do të kesh lexuar ato. Po puna është që Këto nga to s'ka mund të lexonja këto përkthime kështu. si ke? Jo. Jo, Kjo tira Pajllaj thot kështu. E ramë rrugën e Shamollit, është një ura tije. U ikëm kratë djatë. Kjo gjadja është mitet, thash një ratera unë, është mitet dhe në rezervuar. Nuk del që nga Maliki. Po pra, po këto kanë Jo. kanë thënë një rrugë tjetër tani. Që ku është Lozhani? Jo, këte lash, një fshatin tonë. Po pra, po kjo thot një tjetër. Ku është një hidrocentrale andej që lidhet me Lozhanin, kanë ardhur këtej poshtë. Centrali është në Lozhan poshtë. Po pra, po thot është lidhur në Lekas, në ke hidrocentrali, andej kanë ardhur këtej nga Lozhani, Maliqëri dhe janë gjitur këtej kësaj rruge. Po mirë, njërë që ka të shmuar është një fshatu Dajmaneti thonë. Dajmaneti është në asfaltin Dajmaneti. Po. As 2 kilometrë nuk është që rezervuari. Kishin lënë takimin nga anë e lindjes në rezervuari. E thot ajo. Dhe djalën atje e gjitëm, tha kur vajtëm. E thot ajo. Po ku e ka thënë këtë se se gjej? Për të bërë pasaj e veprime ta I bëm nga perndimi, tha. Këto të që janë ndryshë. Sepse ajo ka thënë me datë 17 qershor, me 22 qershor, me datën 4 korrik, me 5 korrik, ka dhënë deklarime të Tinës, janë 4. Dhe tek në gjykatë kur në datën 5 korrik e kanë marrë me vete ata për të bërë rrugën rreth e rrotull. Sipër. Nga ana tjetër, po Bledi Anxhu
në deklarimin e parë i qëndron deklarimeve të Tina Pajollarit, që thot po ishim ne, dhe nuk ka qenë Tina. Në deklarimin e dytë Tina thot, siç thot Tina, thot dhe Bledi që ka marrë dhe ka qenë dhe Tina me vete. Bledi Anxhë thot që e kanë marrë, në dëshminë e Bledi Anxhës thuhet që ai priste tek rezervuari lart. Një dëshmi tjetër është i priste këtu. Jo. 2 dëshmi. Po për 2 minuta dolla, pastaj dolla në motorsekla. Po, siç ma ke treguar. Po. Erdha këtu një paleq ka ishin. Atëherë pra gjumëra ditën të mos kishte bërë javall djali nga uri. Pastaj bëra gjumë nga rezervuari, qetësia madhe. Unë ta çfarë par makinë, unë s'ka fituar çat natë. Po mirë, edhe tabulate telefonike. Do gjë një makinë kur të kalon sa ndërza. Ç'është makinë rrugë gjatë andaj. Ç'e ke pa. Nëse s'ka kalu makinë, më çka kanë ardhur? Unë si që dëshmoja jo kemi arë midaj maneqësta. Rrugën e di një unë këtej, tha. Po ti ke thënë që s'ka rrugë ndi? Unë të thash një ta ku që ka rrugë. I rrugë e pakalueshme. Damjanec nuk shkruan në asnjë vend këtu. E po shkruan pa, kështu kishte në sekta. Damjanec? Dhe Manec. Gjenda e Manec është më asfalt. Se i kam lexuar gjitha dhe nuk më rezulton. As 1 kilometër gjysmë nuk është rezervuar i. Po mirë, si janë lidh me telefon? Se me telefon nuk rezulton, ja. Këtu vetëm telefonat që është që ne bëm mirë që telefon në atë kohë, që vajta motosikën në këtënuan, vajta motosikën të së rëzik që në tu që është realit. Një shife se këtu s'ka, po. Këtu s'ka, shtu flet vetëm për Bledi Anxhën. Në datën 21/2 i kunati shtetasit Bledi Anxhë ka dhënë deklarime dhe ai për pjesën e telefonit të Bledi Anxhës. Këtu ka fol Miranda Pajollari. Te telefonat, a ka bërë më telefon tjetër? Mbasi e ju kërcënuan këtu brenda? Kur vajta në një motorsikën, ishin bërë ftesë këta. Po. Kupton ti, kënë me të bërë ftesën këta dhe bënë gjymë ikën. Ikën Martini? Ikën. Kur gjinë që nga përdrumi unë, që e një paleq, atërë që motorsikën kampu me matë në dorës. Se kësha se mos ishte mbytur vetë. Se tha unë do mbytën në dita, se dha goda leka. Rreth 5-6 milion, si s'kam thënë nga Johnny Potka e këtej. 5-6 milion? 5-6 milion, po s'kur tjetë një dhe haqe, mos beshe kjo. Po, e kishte shpreh këtë pjesën që mund të mbytesh e vetë nga dëshpërimi? Po sire, ka qenë prill. Se vajti që mërë të pradë, se më tha më babi tha, se kyn Erzati Blacës, sa Martini tha, ti në tha vetë më Bledi Anxhë ta bënë, tha se ka funat, tha. Po do ka i leka, ju atja dhe lekat gosko, tha ishe këshu për dhe leka. Se vetë i mbante lekat. Pasaj më thonë di më babi, Johnny Potka më bëri blok. Se kështë mistja bënde Johnny Potka, se i dha parata. Ky vajti i konte parat, ky tha do më duke shta po se i ke punën. Kush i tha? Johnny Potka. Po një po rezerv do kolli, ku hyn këtu? Ja, jo ku hyn në këtë bisedë. Ja be i tha, për Johnny Potkën, i me bënë tha, atë të ka kunat, tha. Pasaj kjo më rëzit, para i mori ande para këtej, me të motorni thashe babi, jo, tha të vinjëra. Kur vite me duk nga diga, dhe kalon të. Babi tha, unë do t'ime dhe rezervova, se kur, tha, po qarë ke e bërëm që shërngova një, mirë, tha, i tha mua. Po qarë ke me bishë, tha, si ke punu. Ndajnë ta ka qenë prill. Unë do të hidhem, pra, unë do e këshikoj kur kaloj ati dhe po, se kur tha do të hidhem, po qarë ke mor djarë, ta shumë rezorës të maj, tha mua qarë ke. Në prill? Prill ka qenë, se bam bleka këtej, se gjithë në rrugë shketi. Dhe ti, pasaj, unë prashinja këtu në ara këtu poshtë, këtë nga Korça, vinde kërkonte këtë paratë, kësë ja epte. Pasaj më në fundi... Kush ja kërkonte? Ja kërkonte djali. Gjoni? Gjoni ja kërkonte... Apo Rezardi? Ja kërkonte... Martini ja kërkonte Johnny Potkas. Këtë pasaj vinde i mërzitur në motor qande nga rezervuari. Unë prashinja në kara këtu. Ku do vesh më djallë? Po që ti nga do vetë unë? Ka që më thoshë të prashit një afër rrugës. Sa ju të në shpi djallë më motor, dhe ti unë bëja gjymë nga rezervuari. Qarë ka bërë? Po në beqin si të shukur, vite më motor. E zotë e rri thoshë unë. E kishe frikë që mund të mbytesh e vetë? Kishe frikë që mos mbyte.
Sa vite në shtëpi, për pjetur edhe nga rezervuari. Ky kështë bërë gjiro, nga diga, andej të dukshin gjurma të ishe pak si barte. Gjiro, andej, gjiro, këti pësaj shkon të gratë, edhe në shtëpi. Deshe të bënd të vetat punë. Po mirë, si e shpjegon faktin që ai autorët e kanë vrarë në të njëjtën mënyrë që ai është shprehur se do vetë mbytej. Ja, si ka mundësi. Si e shpjegon këtë? Unë nuk u shkon dhe dërmet e të këshin erë ata. Të i thashon, rëzi këshin të lotu të s'ke një babi, thashon. Ka që puna ti me babë këtha për qante. Ura në divan të ti. Nke mua dhe shumë i slova gjohë, nke mua qarë kej dhe braj gjëmë dhe drumë, rëzi këtë në roto. Unë bënja sa me motosekët, bënja dhe mos i qitu. Që se qoshim me motosekët. Bënja gjëmë dhe një në kshili. Të policia? Në kshilë pas e lërë mund dhe policinë i kabin që se i qitu. Po mirë, nga Mariani, me logjik, për të ardhë këtu edhe rrugën që thot policia me Tina Pajollarin, dëshmi të cilën e ka kundërshtuar pastaj, do 2 orë gjysmë për të ardhë. Nga Mariani. Që ka që këte do të jo, nëse kanë ardhur. Kjo tha e vetë, e lamë rrugë atë urën e qamollin ka djafta. Pas e të koqë dhe pidhë nga damaneti, kurse këte tha unë një vetë rrugë, tha. Mirë, a e ke parë intervistën që i ka marrë një vajzë, një Tina Plepi, të kujtohet? E di atë. Ka folë në darkë ajo, në orën 7 dhe në 7:49, dhe e ke parë? Ajo tha kanë folë 49 minuta, atë natë, me Martinin, dhe Martini tha... Ka qalë. E ke parë? Ta ishte shumë i ngarkuar emocionalisht. Pra, me ato djalin e Blacës e ke parë që ka folur? Jurgen? Janë Nipi Rezardo Kollit, Ardit... Ta shimë rëveshëm. Jurgen, dhe një malbor 3 persona. Njërin prej tyre ne e kemi marrë në telefon, ai që ka qenë pronari i numrit telefonit, dhe ai ka thënë djalin, Martinin, e ka marrë në telefon, tha, e ka marrë Nipi Rezardo Kollit me numër të fshetë, dhe janë tallur së bashku me shokun e vet. Dhe i kanë thënë, po atë natë, datën 12 po flasim. Dhe i kanë thënë Martinit që do pim do një kafe te Panda, do martohemi bashk, dhe ky thot, më duket thot se e kanë kërcënuar, por nuk e di. Janë 3 djem nga kanë qenë në atë kohë, kanë qenë 16 vjeç ata personat. Dhe thot, numrin e telefonit ky Nipi Ardit u largua disa muaj nga Shqipëria dhe është marrë në pyetje vetëm pasi kam dhënë unë deklarim dhe kam thënë, por janë 3 persona që kanë folur atë natë. Dhe telefonata di kur është bërë? Në orën 19:56, 7:56 në të ngrysur. Në të ngrysur kanë qenë. 2 telefonatat vinë njëra pas tjetër. Tina Plepi, djem dhe djem të Blacës. Tina Plepi është me Messenger, me Facebook. Tina Plepi ajo, pa ajo ka qenë Greqi, është e provuar që ka qenë Greqi atë natë, 49 minuta. Ta 3 djemt e Blacës, njëri prej tyre është Nipi i ati, e kupto sa ngatruar është? Bëj herë cigaren, s'ka problem. Dhe po ata 2 prej tyre s'kan ardhur në gjykat për të dhënë dëshmi. Jurgen dhe Malbor kanë dhënë në fazën e parë dhe siç ke dhënë ti në gjykat tani, që të morën, do duhet vinin ata kanë ikë në Greqi. Kjo nuk është për t'i fajsuar, se ne nuk e dim çfarë lidhje ka, por të treguar. Ja ku është fëmijët e Blacës, ja ku ikë. Unë them taku, mos e ke bërë i Blacës. Tani, ajo... Lidhur me këta ata, shë i ka thënë ore, neve jemi ngatruar, e jemi ngatruar që kinë marrë parat, me rejnë e vrijen. Nëse ka varë këj Blacës, të Erzati. Pas me këtë Nipin e... Ka një gjë interesante në këtë pjesë. Rezardo Kolli me numër telefoni rezulton në Kolanecat natë. Numri telefonit ti, kurse vetë ai rezulton që është në Greqi. Atë natë ke parë i ta hafën të Rezardo Kollit këtu? S'kam vërë. Ademin, Rezartin... Nuk i kam parë. Si ke parë ata? Taku, në të kam të në njërë, të të shimë më randë në.
Ka qenë ora 9 i darkës. Djali në dhomë dishin të dy, edhe shkon dhe të dalin. Në atë kohë erdhi një dhe. Po ka qenë prill. O Martin del Martini. Po? U dha fos më qanë një makinë këtu. U dha fos mirë, afër majt ishe kjo. Edhe jeli të mori gjaketë, kush është atë, kush është? Erzati, tha, e i blacës. Ja, u dha fos e ti, masa e yli pram nga dhoma më bante leka në divan poshtë. E vjen me lekat këtë, edhe ikë Në maj. Në maj ka qenë. Të se kam thënë asë diti asë pekoria asë nuk e di. Pritë unë dhije marë me makinë. Po sira shakiles. Marë makinë këtë nga Kolqi, si më të fshetë. Kolqi është kështu? Në gjithë është sipër? Si nga grykën në proja. I këshin sjellë një femër. Kusa praj dhe asaj femër edhe Erzatit. E këshin thënë tash i mere për grua, të i hurti shkreti, nuk ti me në to. Mere për grua. Dhe ti. Dilu në dhina në këtej, në këtej dhe ti. Qubë djali, ku vjen në atë femën këtu. Në atë kohë betita unë, atë femën e njënja. Po si e njënja, të gjërtu të ndërëj dhafin. E njënja këshu, të vënja marit për një kafe, që nga koqë të për një kafe në do buzat. Një përshati dhe një tërpe malik ishë në ullëmi të avani. Hyna femra bjonte, dhe ti. E i thamë ta dajte që këtu, po kjo më të nga sheqera si është. Ma është kjo, që shua kudi unë. Kjo e sheqera si vetëm se të ndërpres, është provuar që ka qenë në Greqia të natë. Tina Plebi. Dhe qa bëre pastaj? Kjo bjondja dhe kjo që e sheqera si që ka fol Martini atë natë është me flok shkurtra kaf, nuk është me flok bjonde. Dhe e peqës... E hyri atje, ata i thirë ata. Këtë fshatit tonë edhe për malik. Vashke, ajde këtu i thanë asaj. E unë tavolinët. Qarë në falë për shperin? Qarë do piqë i thanë ata, tha, e të t'kenë patronash të natë e sonte. Tha, sa kam puna të tuaj, tha unë, tha. I tha jo? I tha jo, dhe ta këqantë këtë tje dhe doli në gjadhe. Dhe se kur t'je thash, nuk e mbaj mend, ore, që është ajo dhe shumë dhe? Se unë, po që ditë që është kjo kështu dhe shumë. Dhe shme se kjera si më tha njeri, ma për Mariki. E në atë doli djali këtu, le betita, se e njojta. Në kjo njojta. Ba që më sjalli djali mua dhe shumë. Edhe jura brenda, djali i radhë, kësa i des me shkel, ma hikua jo. I radhë des me shkel me thedi gjami. Taj që mbere ti, tha nuk të arroj kunde, e zbuta dale më gjatë, se kështu kërsh puna me njëja të Malik, ishe filani, tha më kështu si të më jetë javë. Të thoshte ty nuk do të harroj kur? Nuk të harroj kur ti që më mbere ti, tha. Mi po si ja fash besejdën kështu, u shtrua djali, pasaj më në fund prapa, tha kështu me të ke qenë babi, tha si, po në dinja të mirë be babi si, ku sa leka i mori ajo dhe i blacës. Po atë natë, kë peke makina këtu? Nuk e pasë po si isha me djali punë brenda. Ta tha Martini se kush ishte, me kë ishte në makinë? Po ku herdje në maj. I sefte, herdje i. Kush është ashuna? Erzati, tha. Okej. Pasaj makina, hande iku. Qa makina ishte, e vogël, e madhe? Si pun gjipi këshu. Po me kë ishte? A vetëm me këtë çupën? Unë kaj dita, të thiri djali. Po mirë, të mbajti në atë djali në atë periudhë? Që tha... Jo, nuk mbajti, jo. Ja tërgojë prapë historinë. Kështu me të që babi ata, është nga të fundit të rrugëve, me birë. Po unë e një të mirë me babi. Te pa e pe kështu ti dhash me birë, dhe shumë... Kështu këtë se kam thënë asë një... Se ke thënë asë njërë, dhe bë është me rëndësi se duen thënë shumë fakte dëna të cilat janë të vlefshme për të zbartë të ngjarje në Nevzat. Se pikpyetja e madhe është ku e morën, si e morën dhe pse pikërisht në rezervuar, apo jo? Edhe ti? Rrezik, edhe a diti kam marrë para, edhe ashtë i rrezik të kenë për këta, i blatës të punë. I kanë thënë të oparitëre, edhe ne kemi nga tresa, edhe ju keni nga tresa, merreni, zhdukeni. Po si ta zhdukni, se 2 telefonata ka Martini atë ditë, 2.
të provuar në Facebook. Si do vini neqkat një rezervuar? Pra këtë... Neqkat të mdhaja. Pra se ishin... Si do vini neqkat? Të tash galavit një kështu ata do vini neqkat një rezervuar. Ta ti vini neqkat. Fix. Po, ora, nëse të kujtohet, kemi fol bashkën e parë. Intervistën e parë. Ti në polici ke thënë orat 11. Kur kemi fol bashkë një intervistën e parë këtu, kemi thënë në të ngrysur. Në të ngrysur. Po nuk e mbaj mend atë. Dhe në polici, jo pra, dhe sipas letrave dhe asaj që kemi ne zbuluar dhe prokuroria, është që telefonatat janë bërë në orën 8, 2 telefonatat e fundit, në një qershor e rreth orës 8 çerek, 8:20, apo jo? 8:10. 8:30 herë. 8:30 nuk shkon asnjëherë, 8:22 shkon po. Të unë mbaj mend se kur do dha shkoj nga ulet, nuk e ndeza dritën. Shikoj një kështu. Shikoj pa dritë. Dole një herë kur ke dal ti dhe ka dal Martini, ka qenë e pa errur mirë, apo jo? Të gjelë gjusë të rrugës që për rezervuar, të ndeza dritë, që pasin dritë më. Pra, nuk ka pas dritë, që të kujtohemi sot, ka pas dritë në të ngrysur mirë, sepse si pas letrave, telefonata e fundit është 17:56, 19:56, më falë, dhe në orën 8:02. Taku, më falë, edhe këtës të kam thënë në jera, se kam arruar. Po sigurisht është dhimbje madhe, tronditje madhe. Këta në rezervuar, shikova kështu rrotën. Gjera në kraun këtej nga Lindja, edhe këtej nga Tiga. Mi po unë kam marrë frikë të arinve, kur dhe një dhru me djallën, dinin me krysh ka kështu, nga dinin për para arinve, kemi marrë frikë nga arinve. Që në nga në 3-4 mua, njën kanë këtënua kështu. Vajta gjenë në karakterë, më jure prapë kështu, vajta në gjenë Diga, e tha që vjen në vend janë dhej, po nuk vajta dot, u ktheva. Në atë kohë që u ktheva, ishe një zhurmë si pëleshje ariu. Po të datë rezervuar në kryta e të lajthia ndeza. Po thash në ariu dhe shojta dritën. E kam me ikur rreth një 300 metro pa dritore. E atje ndofta dyshoj të kishin gjanë ata. Po kur u gjita unë tash, si ka mundësi nuk ishte makinë. Ta çapar makinën, kur u gjilla. Ta me 2-3 minuta, pa ti pash një zhurmë rreth një 150 metro për a ishte, për rezervuarit lartë. Ari u thashme dhe ika. Të e bëra pyetje një prokurores. Te Projlëpushës si s'ke shkuar? Jo, gjanë e luar. Po, ti ke zbrit poshtë, jenë gjitë prapë? Unë gjitha prapë pa gdhirë në mëgjes. Shiko një eqkat. S'kishte? S'kishte eqka, e më rejtë, s'kishte. Po, si pas te është, në gjitë vetë në këmbaj me shapka? Në gjitë është do të me shapka? Mamë të gjitë vetë, që kam bërë pritën në atë, në karën e lindjes të rezervuarit. Po, telefoni s'është gjetë? Jo, s'është gjetë. As pashaporta? Jo, as pashaporta. As legët? As njëra, abitshme, a i dyshot i këtë marrë gjithat me vete atë natë? Lekët një melon në 750.000 gjeta. I ke gjetë? Nga 6 milion, 1.700.000 është pak. Jo, unë jam mbrova... Nga 6 milion që mund t'i këtë dhënë atyre, thua? 110 melon. Jam mbrova 110 melon. Nuk kam ba një para me... Dhe i mbante vetë, ke thënë ti, i mbante vetë, e si ndërhyje ti për këtë pjesë. Po 1.7 ja gjete? Më një pension. Ka po bërë një 2 muaj, divani më tanë, po e ngitë një 2 erë, nuk e ngi një do të atë shikonja për të më një divanin. E pak shikonja. Një nga piva kafe le thë, shërë basha një erë, thash me atë divanin. Më marrë një drum nga stofi dhe e ngrequ stofin. Po që ta mbante? Që ta mbante drum. Ta mbante poshtë. Këta shikë që patër një... Si kun ka pas që ka një snafir këmi të ndovë të këna rejti. Ka që kjera të mbe kapë se rëngë. Dhe ngrem mund të e për të divanit këtu. Sa aparat, unë opa, bje lemç. I gjete? Gjeta. Bje lemç dhe tje dhe smulen.
Kush e di sa ka ndenjur Shtri. i vdekur, pasaj me zvarritje ka mbledhur në dhoma, vetëm mynese, ese. Nga sikletë. Pasaj ndaj të gëdhir, kanë mua parat, pra më kanë fikt. 1.750.000. 1.750.000 që na fiskreti. Martin. Që Që na. futën atë, që këmë të dhëmanë. Si ishin 10-që, 20-që, 50-që, 20 ishin edhe 100-që. edhe 100-që. Shkreti Martin. Se i ka lek djerë, i ka pas lek djerë se lek gjaku ato. Se bashkë shkonit për drope, jo. Ndimon, a babë këtë do vishë sot, vibe këtë babë ka vini. Po si shkonë në batos në u. Keni pas. Po në prill kur se ti gjete lekët shumë mirë, edhe kjo është gjë e mirë. Po ti thu 6 milion është në total, ha? Mund t'i ketë shpenzuar. Si. Ja ka dhënë dhe Gjuni Potkës dhe Rezartit. Po ta ku, po e nuk din të e sa po ta. 2 metër du me 25 sa bejnë babi, më thoshem, unë qeshnja. Po, ku ti them, thoshem. Po, një më gjatë, di ta shi 2 metër du me 25 sa bejnë. Kishte bërë shkollë Martini? Ja, s'bëj. S'bërë. Nuk do më. Ma, ku ishe i vogël ma ta, dhima të dhe shu. Po dhe, çfarë do bëjmë? Po duhet zbardh kjo ngjarje. Edhe të shkojnë patjetër para përgjegjësisë. Kur e mora vesh që më tha, ku tha o pa prova, ma shë sa e bëra dhe. Po prokuroria thot kemi prova. Prova thot kemi dëshminë e Bledi Anxhës dhe të Tina Pajollarit dhe Miranda Pajollarit. Tina Pajollari është tërhequr në gjyq, se Tina Pajollari thot më kanë mbajtur në për hotele oficerët e policisë për të bërë ato deklarime. Bledi Anxhu ka një detaj tjetër. Bledi Anxhu, Bariu, mos u mërzit. Urojmë ta zbardhin. Atë keq. Se po përpiqemi. Tha ku, ky çobanin e një nja unë. Kë? Çoban. Bledi Anxhën? Atë kam thënë asë kam. Jo, s'm ke thënë. Bledi Anxhën e njihje? Jam kështë mua bet. Bledi Anxhën? Bledi Anxhën. Po? Ky në të fshati bënim në dru, Në- ruan të baktit. Në Bicka, Back? Në Bick. Bick. Në Bick i bënim dru. Mhm. Ruan të baktit, unë i flisja për slarë, që kemi. Në të dhe më qishte, kështë marrë kushinën time për djallë, për djallën këtë çobani. Po çobani s'ka djalë. Ky i Bickës, kështë disa i që lafosë me djallën këtë Bledi Anxhu. Mhm. Edhe ma mendja, mos Bledi Anxhu a ka gënjera atë natë. Po Martina e s'ta kanë si thejmë këtu të qkiti bligje mu. Bledi Anxhu ka pas një telefon, jo si ky. Ka pas një telefon të thjesht dhe Bledi Anxhu, kur është pyetur në gjykat, Bledi Anxhu nuk di kur ka lindur datën e tij. Bledi Anxhu. I kanë marrë deklarim dhe a di kush është fakti interesant ke Bledi Anxhu? Te Bledi Anxhu është një fakt interesant, në vëzat, se te Bledi Anxhu ai thot dhe pyetëm dhe Kunatin, nuk di as shkrim as këndim. Nuk di. E një të Kunatin, të e unë një Kunatin e tija. Kunati i Bledi Anxhës nuk di se si të shkruaj e të lexoj. Pyetja kryesore në këtë histori është kjo, thot, po si ka mundësi që Bledi Anxhu, ja ta hap tuk e tjetri, ka firmosur. E kupto sa lëmsh është bërë kjo histori? Nga të nëzirën, se i kam marrë. Shive Bledi Anxhë si është. E kam pa një gjyqja të unë, Po. e ka parë. Shive këtu, si thot Bledi Anxhë, arsimi, e lexon? Arsimi, Jo, se lexoj do të tako, jo. 0 klas. Arsimi, 0 klas. E shef? Tani, shive si e kanë shkruar emrin këtu. E shef? Bledi Anxhu. E lexon? Po këtu, Jo, deklaruesi. deklaruesi Bledi Anxhë Bledi Anxhu. dhe firmë. Tani një person që s'di as shkrim as këndim, Se ka, si ka firmosur? si ka firmos, pas janë nuk u di e taku parë. Di. Dhe shumë e ngatëruar, aq shumë është ngatëruar, ha? Mua më thakt edhe këta avokati. E ka haj gazetarët e Të kujt? Ilir Metës. Kush janë avokatët e Ilir Mendës? Ka dhënë të dhëna ata.
Ku di shkreti. Jo ti Facebookut, kompanisë Meta, E portale, ku di se që thote. të kompanisë Meta. Djalit, Kompania Meta, djalit i kanë gjitur lesh në dorë. po disa fije. Disa fije që janë përleshur. Disa fije të zeza. Janë 4 fije. Dhe është bërë analiza, çuditërisht analiza nuk nxjerr se kujt janë fije të flogut. Janë 4 fije. Ta nxjerr se ku janë gjetë ke duart? Mund ta shohësh? Do të ta tregoj? Jo, tak. Fijen e flogut. Jo, Fijen ku është? Ke dora. Se është fotoja, është gjetë kështu. jo, tak. S'po e hapim. Vetëm dorën të tregoj. Jo. Se dhe fijet çuditërisht nuk dalin se të kujt i përkasin, se tani gjesh dhe fije floku, a kam gabim. Është që të paktën duhet ishte bërë një gjë. Është thënë që ka fol me Facebook atë natë. Kompania Meta, siç ka thënë ty. Dhe prokuroria nuk është drejtuar kompanisë Meta për të nxjerrë me kë ka fol në Facebook. Në sekrete. Po nuk i është drejtuar kompanisë Meta, jo se s'ta ka shpjeguar mirë ky avokati, dhe çuditërisht ne e kemi të pasbardhur. Mban mend që ne bashk shkuam e morëm numrin e telefonit martimit dhe hapëm, të kujtohet? Ne ja vendosëm dispozicion të dhënat aq sa nxorëm ne nga numri i telefonit dhe prokuroria nuk e mori në konsiderat. Wow. Çuditërisht pse? Tina Plepin, këtë vajzën, që e provuam që kishte folur me Martinin, e nxorëm nga Facebooku që hapëm duke marrë numrin e telefonit, kujtohet. Dhe aty doli që kishte fol Martini 49 minuta. Nata. Me atë vajzën andej, Tina Plepi. Por me këtë Tina Plepin, rezultoi që Tina Plepi kishte qenë në Greqi atë natë. Dhe Tina Plepi ishte e fejuar dhe i ka thënë jam e fejuar, do më prishësh punë, nuk duhet më marrë, se më prish punë me burrin, e mos më merr e kështu. Pasaj telefonate janë këta djemët e Blacës. Diferenca është 3-4 minuta me njëra tjetrën. Ja ku është. Dhe çuditërisht e shiko sa ngatruar është telefonat e Valter Mollajt, e Lir Mollajt nuk dalin të jenë përdorur atë natë në Kolanec, ose të kenë lëvizur nga fshati. Por për këtë ata thonë që mjafton vetëm dëshmia e Tina Pajollarit edhe Bledi Anxhës. Bledi Anxhës nuk di t'i jap makinës, pretendohet, sipas asaj që thot prokuroria, i kanë marrë me zor Bledi Anxhën dhe Martina Pajollarin, Valter Mollaj dhe Elir Mollaj i kanë marrë me zor nga Mariani në kërcënim dhe i kanë sjell këtu, i kanë lënë makinë dhe në dëshminë e datës 22 Tina dhe Bledi pastaj thot që ata më thanë thot që shkuan e morën Martinin brenda në shtëpi. Dhe po brenda në shtëpi pikpyetja është, po babai ku ishte, se mirë morën Martinin, po babai ku do rrinte? Tash unë si qua nga me djalën, më ke mua, ande këtej, beraj gjymë unë, tash do të çapani makina aty. Si e marrë këto? Dhe si folën në telefon, se ato do me thënë... Po të kërë marrë thonë vras veten. Vras veten, blizoti. Po kështu thot prokuroria pra? Le shtot prokuroria, vras veten që tash i bje veten, s'kam bledua i jetë. Në deklaratën që është marrë Martina Pajollarit, thuhet, më thanë që e kanë marrë në shtëpi. Po në shtëpi s'ka dëgjuar njëri, se këtu do kishte ardhe makina, do kishte dëgjuar njëri këtu. Dëshmia e parë shumë. Kjo është dëshmia e dytë. E kërcënuam, më në fund i bën ftesë, e tha prokuroria. I marrë të orarët ju e jo nuk e marrë më. Po nga dini ju e të dilte. Po ne dini të qartë të nga dilte, tha. Po ku? Se Kolaneci është i madh, ku? Në rezervuar. Po se kishin lënë në takimin në ke rezervuari? Rezervuari në lindjet, kallë të lindjet të rezervuari. Po, në deklarimet e tyre thonë nuk kishim lënë takim tek rezervuari. Po këto kanë 160 karta. Në prokuroria, këto që them unë. Si? 160 karta kam. Po pra, po ma nxirr dhe ti që ta ballafaqojmë se s'është kjo. E takuam atje veprimet i bën në perëndim tha pastaj. Po, ajo thotë bën ata, patjetër thotë bën ata.
madje është shtrënguar për dhënë dëshmi në favor të vajzës edhe Miranda Pajolari, ajo zonja nëna e Tina Pajollarit, ajo që e ke kundërshtuar ti në gjyq. Në? Martinin thot Miranda e morën thot sipas asaj që kanë shtrënguar në makinë me cilën udhëtoni dhe pasi e bën një copë rrugë zbritën. Përpara se ta mbyste vali me Edi, ata e gjuajtën Martinin e goditën dhe në fund e hodhën në rezervuar. Po kjo nuk është dëshmitare. Kjo është çka pretendohet ti ke thënë Tina Pajollari. Tani në prill, që më the në prill që djali ishte i ngarkuar emocionalisht, që shkonte nga rezervuari donte të mbytej? A mos e s'ka gjë jo. Më ka këtënuar ta ku. Kur? Këtë periudhë? Atere, më bërë një vit, kam edhe ato kartën me gjukata. Kush të ka kërcënu? Të ngrysur, erim në motor. Unë e ara ku punonja, ara 6 i dashkës. Në ka safandrën me tera, një ledhë ndrapa. Gjadi si e më thëmë, po kësha motorsikën unë të pjeta fera, pasarës. Pas rrugës atje. Tha kjo rrugat që rezervuam, tash jo të më pyeste mua, kishe njësën sa donje, mirë monë në shpi. Ja ti, të qonë me birë thash unë, po se në gritë ka safandrën fare. Sa vjeta ishin? 2 ishin. Dhe një tha, gjadi tha, a ka mundësi të marim tha, në shoqërosh, tha. Tu këtë të marim të do të qajnë prapë, tha. Thash një të shoqëron rruga, thash unë. Ikën për pjetë në aja ishta, pasaj, sekundu uarë në rezervuari, marë motor të shojtur. Asë mos më gjeni prapë ati e mua. Në atë ka unë erda, të përparë motorsikën. Ta herë këtu sa që do në asfalti, po shikoni këtej. Fesht e ikën. Edhe di. Pasaj i thash, të më ka thënë këj komandanti policisë mua. I thash këshillit tëre, i thash kështu të rëbë, po mbas një jave, se bre zadi bën kështu tha këj këshillit, qa ditë në emnoj, ditë policia aty, po se më randër mendve. Dhe këto vete i thotë këshillit, polici. E i thonë atjare, i thonë të është taksigjia. A ka mundësi tha me qëse vete vjen kolonesa me i zbik të poshtë policia. Po si jo tha, se në atë gjukat e shpjen neve, tha. Nëse mërë makinë, më kërë sa vete marinj, makinë e policisë atje, marë makinë mua dhe më shpjen në prokurori. Jo në prokurori, në Drejtëbrendshme. Në katë të trejtë atje. I tha më ta prita atje shefi krimeve, mbaroni punë me zotërinë, tha, se mbajnë gjesi. Po si tha, ishe një qupë dhe një shef krimeve. Si ke punë më tha mua? Thash unë do të takoj oficerin e policisë gjyqësore, thash unë, një femë është ajo. Dhe moj telefon këj, kështu e ka ardhur ati djallit, Martinit. Po të se, tha ajo? Po, unë se di, tha, të kërkon ty, tha. Mirë, tha, që se ka në një ashu, tha, bej, pyetja, tha. Tha, nuk vjen ajo, thash unë gjok të thash, që se nuk vjen, thash unë, të bani gjësi që ndodhim këmë të dhomë për jetën time, thash unë. Në moj telefon prapë, kështu është puna, tha. Që se zbjen, tha. E mirë, tha. Jo, mirë. Të lish në qerekore, tha edhe do. Të prejshta, po serdi, të bërë deklarim. Deklarim nuk bëj unë, thash marë. E për dalë nga dhoma nuk dalë, thash unë. Kishe frikë? E nëse. Pite një 10 minuta e, gjati të që i tha, të bërë deklarim, jo nuk bëj. Pa të e dimë, tha mua. Dile edhe në kati 3 të farën në kajnë ma shua. Edhe po, di që thot bia që andej të përshën të pëso. Komerqin sytë. Kjo në rritin për shkallat. Ta më dëmë në vzat e në kapit këto. Po s'ke turpe, po s'bën turpe, po të kërën që këtu ishte bërë këto copë. Po të thash, hajde ti zdeshe, tha. Të thash e Po pse s'doj ta bëj deklarimin? Dhe do të lafosha një më të. A, do ta kishe bisedë gojarisht? Zat kështu, tuk, është puna, tha.
Unë me që mund të ndë jam zënë, tha, së më lagje pasaj, po nuk vere, tha. Unë pra të punë jam ati janë katër të ngordhin të katë, sa që gjithë të dalë, që s'kish dalë akoma. Gjithë të dalë jetë drejta të ngordhin, tha. Në bazë i libre pasaj, në dhirë nga gjukata mua. Në zatja po s'ka gobitur, jo s'ka bërë, jo s'ka pyetur, jo ndë po tej për 10 ditë. Bësh ankesë faleminderi se që a thoshta ajo. Si fundi nuk vazhdoja 10 ditë, kishin alu me armë ta. Erdhën tu prap? Të kërcënun me armë? Qa të Jo thanë? ma po ja, u trap isha nga armë, po prap në të daktë. Të njëjtët? Po ta zunë vendin këtu në maki, po një komshit më thamë. Po. Të isha me vëllinja ja. Dhe këshim darë që këte jo, po jo në kjo rruga këtu, që këte lartë. Vetëm njeri, se me gjama të herë ta makina. Vetëm një pashta këj komshi. Dhe po ta këtë shok zati, këta në rrugë, në shpi, kështu, ata rëmë të kështë se të bënë. E pa që të ishon brap, në makinë, didan brap edhe ikën. Këj komshis, ta takoj sot e ta takoj nesër, mbas një u takoj me këta, në ta shuk, e po thash ata këtë shok anë dhe këte, tha në i mikë, tha. I rarë dhe thotë të shpi, thash të i makinë ikë. Shkove, denoncove prap? Jo, nuk denoncove. Jo, i thash këshillit prapun, për shati. Kryetarit Kryeplakut. Kryeplakut. Edit, ë? Tha, po ti tha, tash i tha, ti tha, mbaj thiksa e rrugë. Në pasaj thikë mbaj, ja. E pasaj u të rima që panë, s'po më thë të vejtë. Që mërsh? Një vit në bazë zjarës, ë? Shumë e komplikuar. Po Klau Ogrenaj ke takuar apo jo? Kjo oficere policie. Klau. Klau. Po Klau Ogrenaj çuditërisht, Klau Ogrenaj, nëse ka premtuar këtë gjë. Më ka dhënë të pralla, më ka dhënë atë emrin në atë. Në metronarit. Kjo se ke nevojta. Po e ke marrë, ke bërë deklarime për këto kërcënimet që të kanë bërë? Po bërë. Deklarime. Po të parën e bërë me shkrim? Bera unë të si të duallë i shqipikime, si të bëndë dhe këte. E firmose? E ojë ka sa fanë në bësoj. E firmose? Se mbaj manda. Së të kujtojtë që e ke firmose. Sepse kjo Klau Ogrenaj, çuditërisht është ajo që ka refuzuar t'i drejtohet kompanjisë Meta. Saj. Po. Kjo Klau Ogrenaj, çuditërisht është Klau Ogrenaj, e cila pranon që Bledi Angjo ka firmos, ajo është që e ka marrë në pyetje bashkë me Mari Glen Beqën, oficerin, dhe Bledi Angjo del që s'ka firmosur, dhe a di çfarë thot kunati i Bledi Angjos? Na kam premtuar, thot, e ka deklarat publike, na kam premtuar se Bledi Angjo nuk do shkonte vetëm t'i qëndronte këtyre deklarimeve, që është bërë me firmë të falsifikuar, me emër të shkruar, vetëm t'i qëndronte këtyre dhe do shpëtonte për mos kallëzim krimi, nuk do ta dënonin për vrasje. Çështja ndryshon se Klau Ogrenaj i çon letrat dhe fiks siç i kanë premtuar, ja çon për mos kallëzim krimi prokurores, Oli Visi e dërgon si të tjerët për vrasje me paramendim dhe dënohet për vrasje me paramendim me datën 10. Tani janë 83 vite burg, shumë vite burg, dhe nëse janë ata autorët patjetër të marrin dëshkimin e merituar. Pyetja është kryesore është, këtu është Hia Korbit, antena? Antena? Hia Korbit? Kjo këtu. Bravo. Këtu Hia Korbit atë natë kanë kap numrin e rezervdokollit. Nuk e akuzojmë. Kanë kapur numrin e djalit tënd, që ka qenë përdërim. Çuditërisht asnjë nga numrat as ata atyre të Blacës nuk i ka kapur. Që të kenë ardhur këtu. As ata të Maliqit. Pyetja është, nëse s'kan ardhur mirë numrat e telefonit, nuk janë. Me çka kanë komunikuar me Martinin për vendodhjen, se ti nuk e mban mend që ti ke thënë do takohemi diku apo jo? Ja kanë kohë që në shtëpi ata bëj takuar. Që në shtëpi janë takuar. Jo, me Martinin, ku janë takuar? Po me celular be. Po telefonata e fundit është kjo, se nuk del këtu në letra që Martini të ketë folur më në telefon përveç një telefonate që ka bërë me ata të Blacës. Një me telefon drejt për drejt. Me Facebook ka vetëm atë që ka bërë me Tina Plepin. Tani pyetja është pse si drejtohet Klau Ogrenaj Facebookut, kompanisë Meta, siç ta ka thënë me drejt avokati, që ta kishte së bardhë. Dhe mos të linim, siç themi sot,
Dhe thua ti me drejt, ore, s'ka prova. Mbajnë sekretet, tha ajo avokat. Sekrete ka mbaru gjyqi. Dhe Tina Pajollari thot, Klau Ogrenaj është ajo që më ka detyruar kur ka shku në gjyq, dhe thot më ka detyruar të them kështu. Ka ku e ke? Pra më duke si Ta lëmë një këtu. mirë mua bre. Kush? Ajo. Tani, ka një shprehje shumë të bukur italiane, që thot të gabosh është njerëzore, të insistosh në gabim është djallëzore. Pyetja është Klau Ogrenaj, përveç dëshmisë, dhe kjo është pyetje kryesore, përveç dëshmisë së Tina Pajollarit, Bledi Anxhës dhe nën presion të Miranda Pajollarit, çfarë provash ke? Pse s'del telefoni? A ka fol në telefon Martini atë natë? Po si jo? Po, a thua ti që Tina Pajollari e ka marrë? Po pra, a thua ti që Tina Pajollari e pranon dëshminë e Tina Pajollarit që Valter Mollaj e mori me telefon, jo me internet, me telefon thjesht, Martinin dhe e kërcënoi atë natë? Përse s'del ke telefoni Martin? Ke tabulatet. A ka pas vetëm një numër telefoni Martin? Një numër në përdërim? Një, s'ka pas dy. Atëherë pse s'del? Ishte një teatr, pa të ishte i vitë. Ishin vjetër ato, janë marrë, janë ekspertuar, s'ka dalë asgjë. Që dhe shajnë njësa. Pse s'del kjo? Si ka mundësi? Ne hapëm Facebooku nuk del. Pse si drejtohen kompanisë? E shikon? Numri i Rezardo Kollit nuk është verifikuar një gjë dhe nuk po akuzojmë. Po jemi shumë. Numri del në Kolanec, këtu ku jemi ne, se furnizohet nga Hia Korbit. Dërsa vetë me letra me sistem Teams është në Greqi. S'është verifikuar ky fakt. Si ka mundësi? Ishte në Greqi në atë kohë, dhe? Me letra, me dokument. Ka qenë në Greqi. Ai ka ardhur në Shqipëri një ditë mbrapa. Ka ardhur me datën 13 në orën 7 të darkës. Se në ditën e 3 diva me çukun Blaca. E shisa që ishin në Kurç, tha shoqja. Po si ore? Pasaj kur të dhana unë prokurore, Po. sa me vlatë sa i ka dhenë lika ati të Blatës, i ka dhenë me dita, shma 2 milion, 4 milion. Pasaj shtethiru këta. Shtethiru këta edhe këshillin e fshatit. Me kishte thirrur. Çfarë i kishte thënë? Jo, unë isha anglistik, isha në kur u bak. Po numri i telefonit. U bak si deni për dinë 2 terë në shtëpia, të ditë vajti Greqia. Shumë e ngatëruar, a? Një ku e ke? Jo, mo, bëtako. Ne kanë pranuar këto djemt që kanë marrë telefon atë, ja ku e ke? E kanë pranuar dhe këtu, edhe tek unë. Jurgeni, djali, kur është marrë në pyetje, ka thënë, mi shoku im Ardit O, pasi i mori telefonin, u largua pak prej tij dhe në një moment ja kaloi telefonin shokut tjetër, Malbor P, dhe nga hollimi që po i bënte zërit, ky fundi dhe qershuat e shokëve përreth mendon se ishin duke u tallur me të. Deri në momentin e deklarimit nuk e ka kuptuar sa të ditë shokët e tij kanë komunikuar nëpërmjet numrit tim me viktimën Martin Çeço, pasi dinte vetëm emrin e tij. Je në rregull? Do ta dëgjosh çka ka thënë tek intervista me mua ky djali? Ë? Atë do ta dëgjoj. Këta ku është i ardhur ky ndofta. Kush? Elmas i Sekës ky djali. Njëri prej tyre di këti, njëri Melboro. Ky ja kishte marrë të ular djalit Kokç. Si e kishte marrë? Ja kishte marrë, i kishte në prokuroria, se ja more, bëm shaka kishte. I thash, me se merreshëm me drum merrem. Ja dhan prapë të ular, kishte thirrur policia. Po s'del aty. Jo, këtë kishte thirrur gjykata. Kishte thirrur kishte me tjemë, këtë ishte i vogël. Bënim shaka me marrëthinin, tha. Ne ja këshin marrë numër, na kujtu se që këshin darë, ja këshin marrë numërin, duhet. Masa këshin dhe në prapë. Është ky djali që ka marrë telefon Martinit atë natë, që ja ka dhënë një pitardit të shafit. Hajde martojmë bashkë do takojmë në Korçë. A do martojmë bashkë si thema? Po, dhe vërtet është sa e kuptova.
Dhe thotë kanë... Qa kërkon sot Nevzat? Nga shteti? Po qarë dhe ta, ku unë ja uzova ku ashtu, pa fakte ata të dalin pra, që shmë tha avokati mua. Ky avokati... Po dajnë të ditu këtëra ta, s'kam që do jitë. Do t'i zhuk për zotin, të manja 5 kile cistole. Do t'i zhuk. Unë kam thënë gjukat, sot t'i zhuk unë tërë, pa. Pari në dual me. A je bindur se janë ata? Po si mbas deklarat dhe taku, se mos e kam bërë edhe këta. Nuk e i sigurt, as për ata? Se Martini nga telefoni që hapëm, dilte i rënduar emocionalisht. 2 ditët e fundit, 3 ditët e fundit, ju shkruan të njerëzve kështu, dhe motrës, njerëz prej motrave, i thoshte, e pash në ëndër, thot, sikur Tina u bë e imja. Ja thot. Dhe pastaj shkruan njerëzve, ishte shumë i ngarkuar dhe qante, kemi dhe i fotografi që qante i shkreti atë ditë. Edhe foton me Rezar Dokollin e zbuluam, bisedën që kishe thënë ti në atë, doli që ishin takuar. Ku? Në agjencia, në janar, që ja ka dhënë në emrin, ka parë borën, ka parë të gocën e agjencisë, personi i cili shkon e kontakton, këtë gocën e emër të Martinit është Rezar Dokolli. Kur e kemi marrë në pyetje atëherë, ai tha, jo s'jam mund ta këtu. Nga Facebooku Martinit, që si e hapëm, doli që Martini shkreti kishte bërë një foto ku vetë kishte një kafe turke, ai po pinte pije energjike. Pjesa që ne duam të luftojmë së bashku, besoj, është zbardhim të vërtetën, apo jo? Ke një mesazh për prokurorin dhe gjykatën sot? Po çfarë të them unë ta po? Çfarë di për djalin? Cila është me cilësh dhe sa dhanë dënim ata si dënojnë tash pa baza. Jo, për prokuroria thot kemi baza. Avokati tha nuk i dhuron pa baza, do të hedhin gjykatë lart të dalin ata tha. Janë dhuron pa baza fare tha, pa prova. Po si shpjegon që s'ka? E din që ata e kanë bërë, po prova s'ka. E din që e kanë bërë ata? E din që kanë bërë. Si kanë ardhur këtu? Nëse kanë bërë ata, si kanë ardhur këtu më Nevza? Me makinë si kanë ardhur? Se ke dëgjuar ti? Se ti ke parë dhe vetë ati rezervar s'ka pas makinë. Ke shkuar 2 herë atëherë s'ka pas makinë. Jo. Si e kanë vrarë? Se kjo është më e rënda. Dhe prandaj po them, cila është thirrja jote? Kërkon nga gjykata ti drejtohet kompanisë Meta të nxjerrin provat? Arrit një nxuar ata ku 5 kreditor do t'i zhduk tërë si familje. Ja për zotin. Po s'qëndroj kë dënim kështu. Me kë nga fëmijët ke qenë më i lidhur? Ata ku që më thua ata. Me Martinin? Si mishin me thonë, ata kësë më shkon dërmen për fëmijët e ti, ata ku. Si që më ata në ata ku. Ja për në fshatë ata ku së zi që mirë, dhe që mirë, babi shkojnë të gjenë lesh ka vajtë me djanë. Pa lenë Elbasan, s'ka i milen klub pa mene pa pikë. Bashk, kishte foto që i tregonte të motrës, i tregonte që jemi me babin këtu, po udhtojmë në vendet tjera. Po në prill ai kishte qenë shumë i ngarkuar, siç thuat ti. Dhe ai thot në njërës prej motrave, në një prej bisedave thot kam një javë thot që s'flas me babain thot, në prill, në 9 prill thot, kam një javë thot që s'flas me babin thot. Thot, ca ajo e Goskovës, ca babi thot që s'flas një javë, thot jam shumë i ngarkuar thot. Jo një javë, jo. Qenja 4-5 ditë. 4-5 ditë, nuk më banë emëri. A di pse? Se e ka të mund e shumë. Po lere mor gjallë, mos e nga, po lere mor gjallë. Kënë ka të mund e? Atë, tina pa i dhajnë. E babi vëkte, po lere unë gjallë. Edhe unë bukë t'i benja, këshim makneri me bukët. Babi funë në të dhe bënd të vetë. Unë i benja djali pishte. Ky divantë. Vetëm të ularin. Po ka qënë darkë. Po shonë të betym këtu, o do i buka në tavat. Po do i buka, ta dhe kohë në ti, do i buka. Mësa ju ashtë vënë dita. U betym të një ishe bërë buka zhurë. Se të i thosha lere mos e nga, lere mos e nga, lere mos e nga.
Shkoj një 5 ditë, Shkoj 4-5 ditë nuk. Ai thoshte një javë, ty thoshte jam i ngarkuar emocionalisht, thoshte, jam shumë i ngarkuar, tha. Sa kjo Goskova, ë? Dhe mbajnë. I mbajtet më rinja 5-6 ditë. Dhe po prapa i thoshte jam shumë i ngarkuar, s'di çfarë do bëje, kupton, ishte shumë i emocionuar. Një para, Shumë e çuditshme, gjithë kjo histori. Unë uroj që zbardhet dhe uroj që bashkëpunimi jot, siç ka qenë deri tani, të jetë edhe në vijim, sepse edhe fëmijët e tu, të gjithë, të tre, janë të interesuar që zbardhet kjo ngjarje së bashku me ty. Edhe vllai jot së bashku me ty, që të zbardhet e vërteta dhe të dimë se çfarë ka ndodhur me Martinën atë natë dhe për të sqaruar edhe pjesën e orarit. Realisht telefonatat janë bërë në orën 8 të mbrëmjes, jo në 11, se në deklaratën e parë ti ke thënë 11, apo jo? Ti sot kthjellohesh, po mirë, sot kthjellohesh që ka qenë në të ngrysur? E mbajtë kur shikova nga ulet të qëndritshëm. Po pra. Edhe kur shkoj gjithë në rrugës në rezervuar pram ditë, pastaj kishte dritë. Afër rezervuar të dritë. Po, kjo është për t'i thënë dhe prokurisë dhe gjykatës që kjo është dëshmia e Nevzatit, se sigurisht 3 ditë të para ka qenë i ngarkuar. Pra ka qenë në të ngrysur, se edhe letrat po na nxjerrin në të ngrysur. Dhe bashkë në intervistën e parë 3 ditë pasi ishin arrestuar këta, më ke thënë në të ngrysur ka qenë telefonatat e fundit. Dhe ti s'ke pas më kontakt. Urojmë që të zbardhet Nevzat dhe uroj shumë që kjo çështje të shkojë deri në fund dhe autorët, kush çdo gjë e ka bërë, të marrë dënimin maksimal.